Trashëgimia e çmuar arbëreshe në Itali u promovua në Vatikan. U prezantuan më të mirat e kulturës shpirtërore e materiale, identitet e trashëgimi, si një ure fort mes dy vendeve. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha dhe Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla ju bashkuan aktivitetit si përfaqësues të qeverisë shqiptare. Nderuan trashëgimin, dëshmi e fortë e rezistencës, identitetit e kontributit shqiptar në Evropë. Ministri Gonxha theksoi planet mes të cilave krijimin e Muzeut Kombëtar Arbëresh, ndërsa Salla foli për bashkëpunimin si vlerë të shtuar ekonomike për komunitetet tona. Dita kulturore e arbëreshve, organizuar nga përfaqësia shqiptare pranë selis së shenjtë dhe urdhrit sovran ushtarak të Maltës, bëri bashk drejtues të zonave ku jetojnë komunitetet kryesore arbëresh në Itali, me konsuj, kolege, ambasador, miq, studiues e personalitete akademik. Përfaqësuesit e delegacionit shqiptar u pritën në një takim të veçantë edhe nga Papa Leoni XIV gjatë një meshe të hapur në sheshin qendror të Vatikanit.